Një ditë e ngarkuar sot për Monika Kryemadhi nga SPAK te premiera e filmit, ku I ke pasur emocionet më të forta? Sigurisht që në premierën e filmit, duke pasur parasysh që filmi do jetë një gjë që do sjellë kënaqësi ke njerëzit. SPAK-u nuk sjell kënaqësi ke njerëzit, kështu që nuk është ndonjë megjithatë mendoj që dita e ngarkuar është për shkak edhe të angazhimit, për shkak të punës, por edhe për shkak të eventit. Është një ngarkesë emocionale, sepse sigurisht që I gjithë grupi I realizimit të filmit është një grup I ri nga ana e organizimit, pra e produksionit, që ka ato problematikat e veta dhe që ti po nuk I hase vështirësitë dhe problemet nuk I rregullon dot. Deri në sekondat e fundit, bëhemi gati, por më në fund e kemi produktin dhe shpresoj që t'ju pëlqejë. Si lindi ideja për të bërë një film? Ka qenë një dëshirë e hershme juaj apo duke parë zhvillimet e fundit, përfshirjen në showbiz më tepër? Jo, mua kinematografia më ka pëlqyer, jo vetëm kinematografia, po dhe arti. Edhe në jetën time politike, po të shikosh, gjithë angazhimi politik është ndërthurur me artin, pra mënyra e, për shembull, LSI-ja ka qenë partia e parë në jetën politike shqiptare që futi spotet publicitare, që ka qenë në 2004, pra ishin përzgjedhjet e 2005-s. Pra mua më pëlqen arti sepse arti është mënyra më e mirë e komunikimit me njerëzit. Ndryshe nga politika, sepse politika është nganjëherë pas here edhe një, po themi një element I cili sulmon, po themi e lodh qytetarin. Ndërsa arti është ajo që ti nëpërmjet artit jep një mesazh të duhur. Mesazhi I filmit ton ka qenë I fokusuar tek familja, sigurisht tek sporti dhe tek dy element që ti gjendesh midis kryqit për të shkuar mbrapa apo për të ecur përpara. Shpresojmë që ta realizojmë ato që duhet të realizohet. A I ngjan personazhi në film Monika Kryemadhit në të vërtetë? Edhe I ngjan, edhe si ngjan, ka disa gjëra të përbashkëta, është një element, është një personazh enigmatik. Faktikisht që nuk merret vesh se me çfarë merret, pavarësisht se jemi munduar ta formatojmë strukturën e element, pra strukturën e personazhit, duke thënë që është një businesswoman, po e quajmë, por ka elemente të jetës përditshme, të forcës, të dëshirës për të ndihmuar njerëzit, nuk ka asgjë të keqe. Nganjëherë ne njerëzit e fortë I quajmë edhe pak të këqij, por jo gjithmonë njerëzit e fortë janë të këqij, pra po themi se ndemi ne të fortët e qytetit, fortët e lagjes, por forcia e njeriu qëndron edhe brenda shpirtit. Kush ju shoqëron sot nga familja juaj? A janë fëmijët tuaj sot me ju? Besoj se do vinë, po si gjithmonë janë I çik të kanë qenë mbështetës në këtë projekt? Fillim jo fillim tham po, pastaj jo, po kështu, jo po ande këtë. Saqë ju kam thënë, mos hajdeni në orën 7 fillon filmi. Vota nuk rrotullohet rreth jush. Unë rrotullohem rreth jush. Por të tjerët jo, kështu që shpresoj që të vinë ta shikojnë. Kam përshtypjen që nuk duan të jenë shumë të ekspozuar, sepse problemet në të cilat ne kemi kaluar, ekspozimi I tepërt I ka vendosur me sa duket nganjëherë I ka lodhur. Por pavarësisht nga kjo, unë mendoj që jeta vazhdon, ëh. Po nga aktorët politik keni ftuar personazhe nga PS-ja, PD-ja, LSI-ja? Po, patjetër. Kryeministrin për shembull e keni ftuar? Kryeministrin? Jo, kryeministri kam bledh gjithë qeverinë dhe Partinë Socialiste në iftar. Zoti ju pranoft. Kryedemokratin Berisha? Jo, nuk e kam ftuar Belin Kolliçin, Elda Otin, Klevis Balliun. Vetëm Elda Otin më theu përgjigje, të tjerët ma lansim, po s'ka problem. Ju uroj suksesen politik. Sa ka kushtuar filmi, Monika? Akoma nuk e kemi bërë një bilanc, sepse e kemi bërë me shto ujë e shto miell, si e thonë. Na duhen 2 lekë sot për këtë, na duhen 2 lekë për shembull. Jo më lart, po dje prap kemi paguar se duheshte për të blerë disa muzika, disa gjëra, pra në çdo moment ka qenë një produkt që do ulemi ta mbledhim, ta shikojmë. Ne kemi marrë një kredi faktikisht për filmin, I cili shpresojmë që biletat që do shiten ta realizojmë, ta shlyejmë të kredi. Nuk ka në një buxhet shumë të madh. Na kanë ndihmuar dhe shumë njerëz të tjerë, për shembull, diku kemi marrë makinat, nuk na kanë marrë qera për makinat, diku kemi xhiruar në disa ambiente, nuk na kanë marrë qerat për ambientet, por që nuk janë pak, janë shumë. Një thirrje për të parë sa më shumë filmin? Unë patjetër do t'ju lutesha që ta shikoni filmin, ta shijojnë në radhë të parë, po sigurisht që ndihmojnë
edhe produksionin duke bler bileta. Si e more ftesën për qenë pjesë e filmit me fat? Fillimisht njëri prej organizatorëve, Klevis Shota, që e përshëndes, më kontaktoi dhe më tha kam ide shumë të bukur për një film që është ka disa bëhet fjalë për një djalë që zgjedh rrugën e boksit për të larguar nga ato veset e këqija. I kam thënë menjëherë po, pa e ditur se cili do të ishte produkti, por t'jeni të bindur që është diçka fantastike, do ta shohim edhe më pas produktin final. Është për mua është eksperjenca e parë në një film. Në ekran kam qenë prezent, po jo në një film, kështu që edhe unë kisha shumë kuriozitet për ta provuar gjë të tillë. A mendon se ky rol i hap rrugë një karriere të re? Shiko, unë këtu bëj Albanin. Unë jam Albanin, profesionin tim. Pra, unë komentoj ndeshjen finale të boksit. Dhe në rinim time, para se të zgjidhja çfarë drejtimi do të merrja, kam pasur një ide për të vazhduar për regjizur ose dramaturgji. Ka qenë një nga ato ëndra nxirtare që nuk realizua. Jam i kënaqur që marr pjesë për herë të parë. Jam i hapur për oferta pasaj, nuk është se apo për bashkëpunime, për të qenë pjesë edhe kasteve të tjera. Nuk kam se të them jo për një gjë që e bëj me shumë kënaqësi. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë xhirimeve? Për hir të vërtetës, nuk ka pasur asnjë moment të vështirë gjatë xhirimeve. Ka qenë diçka shumë e bukur. Madje mund të zbuloj diçka shumë interesante që kisha një skenar goxha të gjatë, voluminoz, dhe u mundova ta thjeshtoj sipas vlerës time, duke propozuar edhe regjisorit që ne po komentojmë ndeshje boksi dhe a mund t'i shkojmë për shtat asaj që ju keni xhiruar, dhe pjesë pas pjesë un kam komentuar atë që boksierët kanë bërë. Dhe mendoj që ka dalë diçka shumë origjinale, shumë e vërtet për një ndeshje boksi, si do ta shohim edhe sot. Jam ndier shumë mirë. Si e mori Visiani ftesën për qenë pjesë e filmit? Kam qenë tek studio e producentit tim muzikës kur bëj një herë për pasion, si më thon. Edhe Maxi më propozoi një personazh që më vonë u bë një personazh tjetër, pra u rikrijua, u rindërtua skenari dhe sot do shikoni atë çfarë kemi bërë pas shumë punësh, ripërpunim skenari dhe dolëm në përfundimin që ndërtuam këtë punë. A i ngjan personazhi në film, personazhi të Visianit në jetën reale? Por pos fakti që jam unë aktori që e luaj dhe është krijuar prej meje, s'kam ndonjë gjë tjetër të përbashkët me të. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë xhirimeve? Xhirimet ku kanë pasur të bëjnë me dhunën. Kanë qenë pak a shumë të vështira për faktin për qenë sa më reale, sa më të besueshme dhe të vërteta. Por janë edhe ndërskenat që besoj janë xhiruar më profesionalisht dhe më mirë. Çfarë sjell ndryshe ky film për publikun shqiptar? Është totalisht një film i cili nuk është grotesk, është film i bazuar në jetën reale dhe është totalisht i vërtet. Flet për familjen shqiptare, problematikat, flet për krimin, flet për rinin, për rrugën e mbrapsht që shoqëria sot të çon shumë kollaj, edhe pastaj edhe akmarrja, që është një ndër elementet kryesor. Sukses. Faleminderit.